nuk do në asë një gjutë popojve tjerë shka dëgjën në gjuhën normalisht edhe popoj tjerë kanë në fjallorin e vetë të fjallë tradicionale, po ne presim i thojmë 2 orë ose 3 orë me bo gjela, nuk e presim 5 minuta me oftohë. Kjo ndodh në proces. Pra, kur vje puna me numru votat e partive, e subjekte politike, partive politike, atëherë me kry procesin ma shpejt, në fakt në të zgjedhje s'ka ndodhë kështu, po në zgjedhjet e kalune i merr komisioneri që është i partisë politike dhe i numëron votat e kandidatëve për deputet të subjektit vetë. Kjo nuk duhet me ndodhë. Ai procesi është, duhet me shku se cili, dikush numëron, dikush shënon. Unë ta supozoj si komisioner i AKës, nuk do duhet ti numëroja votat e kandidatëve të AKës, por votat ta zëm të vetë vendosa, apo kështu është rregulli. Absolutisht është rregulli. I qartë është rregulli. Edhe çka po du me thonë, kështu për këtë proces, llogarit sa vështirë për shembull për lëvizjen vetëvendosje është me pas komisioner në deçan. Parasysh është parti minore. Atje po. Po llogarit sa vështirë është për aleancën me pas komisioner në Malishef, se është parti minore. Shto kësaj na që ne kemi edhe 4 parti tjera të mëdha që si kanë komuna tjera. Ne kemi edhe nismën, shto PDK-n, LDK-n vetëvendosje. Edhe aty në Malishef pati tani njoftime për parapozim. Unë kam përcjell. Zoti Limaj janë hequr votat. Më ka interesu me po Malishevën. Edhe kam po mirë se ka pas abuzim të votë, edhe për këtë nuk kam pas asnjë dilemë. Jo, tani po dalin jo, pse po sinqerisht nuk ka pas asnjë dilemë. Unë vetë kam qenë tash në garë dhe për këtë që ka një komisionerve që kanë qenë këtë proces me bindjet, me sinceritetin më të madhe e them, e kam një vetëm një shoqe e ime që mu ka paraqit që është komisioner e aleancës në PDJ. Do me thonë, këtë që ka një kjo do me thonë është. As nuk jam marrë me komisioner, as nuk merë me vëzhgu, se të edhe me dash më marrë është e pa mundër me ndryshu edhe me kriju standart. Shtë kësajna pse partit politike në fajtore edhe në lejën të sharoj, një diçka që shumë më rëndësi që po du me thone po mungon në këtë diskursin ton, edhe politik edhe që qytetar, e që shumë keq për Kosovën, veçmas dhe për qytetarët e saj, se ne kemi pos shumë probleme pos komisioner në zgjedhjet e ardhshme. Nëse pse ne ashtu kështu kemi pas komisionerët të cilët janë zhgënjur shumë për politike, edhe nuk dojnë me humbë kohë. Për vetë saj na kanë presionet të mëdha prej kandidatëve pa dallim prej subjekte politike që i thirrin për kësi favore me vonë. Edhe kjo rezulton kështu, kjo është zinxhiri që funksionon, komisionerët nuk e bojnë këtë farë pune, edhe pse njoftohen për pasojat që do t'i kenë. E kjo është shumë e keqe, që tash ky momentum kjo është pse shumë i madh që mas një njeri nuk e merr përmirësi për llogarit vepra penale të cilat bëhen në ditën e zgjedhjeve janë dënueshme prej 3 deri në 5 vite.